12 prill, gëzuar Krishtlindjet, duket që marrëveshja midis Amerikës dhe Iranit ka dështuar. Në qoftë të dërgon dy ignorantë, si Kushner dhe Witkoff, mos prit në marrëveshje. Edhe vajtja e Gjidi Vencit ishte e gabuar, sepse e von kusht iranianët. Pse? Sepse ata e dinin që Gjidi Vence është në kundërshtim me Trump për luftra, është pro-magës. Bisedimet duhet të ishte drejtuar nga Marco Rubio. What's next? Trump do të vazhdojë planet ushtarake. Amerikanët kanë mbi 40 vjet që kanë planifikuar si mund të marrin Hormuzin, si mund të shkatërrojnë Iranin, ku janë pajisjet bërthamore, dhe duket që dëmet janë bërë masive rreth $1 trilion. Ka problemi Irani me pagesat e ushtrisë. Doktrina e mbrojtjes iraniane ndryshon. Nuk mund të bësh betejë konvencionale ndaj një regjimi teokrat i cili bën luftë asimetrike. Mbas luftës gjatë me Irakun, ata e kuptuan që duhet ndryshuar. Platforma e mbrojtjes është me drejtim horizontal. Janë 31 komandant të pavarur në 31 zonat Iranit, të cilët kanë të drejtë të kenë raketat e tyre, dronët e tyre dhe të hapin sulm kur të mendojë komandant mbas një plani të para aprovuar. Me vrasjen e Khameneit, udhëheqësit fetar, çka Amerika nuk duhet bënte, nuk duhet ta kthente në luftë fetare, sistemi është bërë më radikal, nuk drejtohet më nga fetarët, por nga militarët. Megjithatë, forca ushtrisë amerikane është e papërballueshme. Ai mund të shkatërrojë ishullin Card Island, zonën e Hormuzit dhe mund të shkatërrojë infrastrukturën e centraleve energjike, prodhimit naftës, shfrytëzimit dhe çdo gjë. Mënyra se si flet është foshnjërore, nuk flet një president me gjuhë. A ka të drejtë që të jetë sfidues në NATO s'ka. Europa ka 450 milion banor. GDP-ja është rreth $22 trilion, 10 herë më e madhe se GDP-ja Rusisë. Dhe Europa nuk është fuqi ushtarake. Europa nuk është fuqi diplomatike. Spanja, Italia nuk pranojnë që nga bazë e NATO-s që janë bazë amerikane, ti nuk mund të hedhësh asgjë që nuk ka kuptim. Natyrisht që ndaj NATO-s ai do sillet ndryshe. Dhe ka drejt që të sillet ndryshe. Sepse kjo aleancë është për marrëveshje dhe për ndihmë ndaj njëri tjetrit. Natyrisht që Amerika ka ndihmuar Britaninë tek Kishit Falkland. Tani Amerika ka marrëdhënie shumë të mira me Argjentinë, mund të thotë që merri. Franca kur shkoi në Çad. Pra kudo Amerika ka qenë pranë NATO-s. Dhe NATO nuk është. Nuk ka nevojë që të dalë nga NATO. Qasja do të jetë e tillë dhe ai po e thotë, do të heqë trupat amerikane që kanë në Gjermani, në Spanjë, në Itali, larg qoftë në Kosovë. Ky është problemi që na intereson ne, çështjet shqiptare. Por Trump realisht ka drejt me këtë qasje të liderëve të dobët evropian, anti-amerikan, anti-Trump, por Trump është presidenti i këtij vendi. Natyrisht që këtu drejton ajo elita, ai deep state, whatever, mund t'ia vësh emrin. Ka dy probleme. Trump, sipas burimeve nga Bill O'Reilly, me bisedët dhe aksesin që ka, Trump nuk e kontrollon ushtrinë amerikane. Asnjë president nuk e ka kontrolluar. Kjo është njëra. Ana tjetër është që një sekretar mbrojtje me probleme personaliteti, pa aftësi, ka rritur që të mashtrojë Trump. Plus Netanyahu duke treguar me pamje që ne kemi shkatruar çdo gjë, pra Trump jeton në një realitet ndryshe nga ç'u ndodh në fushë betejë. Dhe të gjithë kanë filluar duke mos pasur siguri në vazhdimsinë e tyre të jenë kundër ti nga pas shpinë. Gjidi Vance, Rubio, Hexet. Dhe natyrisht që duhet të kesh këshilltar të nivelit mandatit të parë që të arrish të marrësh vendime të mëdha. Kushtetuta amerikane i jep më shumë pushtet se ç'duhet presidentit. Natyrisht kanë menduar që të jetë një president normal,
Përse Trump i ranë këtë grack? Nga ana politike, Trump është genial. Ai shkatroi duopolin. Duopoli politikës ishin republikanë, demokratë ishin duopol. Ai masi i amori partinë republikanëve, shkatroi atë monopolin e asaj elitës konservatore, neokonservatore, shkatroi të demokratët. Përse gaboi këtë radhë? Përse nuk patë një plan strategjik? Nga ana taktike, çdo fitore është brillante, sepse është ushtria më e fuqishme, por strategjikisht ai nuk di, nuk ka plan exit, si do dalë. Dhe tani është përpara, është në stres. Dhe kjo tregohet qartë, stresi i tij kur ai fillon dhe cicëron në median sociale. Natyrisht që ka probleme shëndetësore, ka detaje demencie, ka shenjat me infusion që në erë. Por Trump mund tjetë i papjekur, mund tjetë i parësimuar, i palexuar, por idiot nuk është. Trump është i zgjuar. Dhe nuk mund askush në aspektin e lojës politike të shkatrojë presidentin Trump. Kujtuan se do të ndikonte shumë lufta. Tekstoj që kjo filluan të rriten, sepse Wall Street beson që Trump do të dalë nga kjo situatë dhe ekonomia nuk do të pretet. Çmimi i benzinës po është spekulim. Miqtë e tij të naftës për një muaj kanë fituar $17 miliardë sepse Amerika po shet. Amerika është numri 1 i prodhimit të naftës, mbi 15 milion fuqinë në ditë, plus do të më thojë za të vjedhura nga Venezuela, dhe ka drejt kur thotë nuk kam nevojë. Pa i ka një qasje të tillë ndaj NATO-s që ju duhet bëni pjesën tuaj. Sepse nëse ju vazhdoni me këtë qasje, unë do të jem për ju siç është Kanadaja. A bën një gjë Kanadaja për NATO-n absolutisht. Dhe Trump mund bëjë zgjedhje të çuditshme. Mund të formohet një organizëm tjetër ushtarak me 6-7 realisht vende perëndimore, mund të futet Australia, mund të fusë Japoninë, mund të fusë Irlandën që nuk është, mund të fusë Izraelin. Dhe do të jenë dypalshëm. Marrëveshje dypalshme. Për vende të vogla, si ne, Maqedonia, Malezi, Kroacia, harrojnë ndihmën, mbështetjen që mund të vinë nga Amerika, por me president Trump. Boltoni ma tha, Trump nuk është më shumë se 2 vjet e gjysmë. Rezistoni, sepse politika amerikane do të rikthehet tek ai normalitet që ka qenë më parë. Trump është një aberration. Trump është një deviacion. Por Trump është presidenti fuqisë më të madhe në botë. Ata që përfitojnë është Kina dhe Rusia. Është minimizuar problemi i Ukrainës, por ka dalë një problem tjetër. Armatimet, municionet. Po harxhohen raketët dhe municionet sepse nga demokratët nuk është investuar në industrinë e luftës. Lockheed Martin ka marrë një tender me $4.7 miliardë për prodhimin e raketave shkatruese, por Trump duhet të heqë sekretarin e mbrojtjes, i cili është një ignorant kur thotë që nuk kemi Tomahawk sepse Bideni ja dha Ukrainës. Jo zotëri. Bideni nuk i ka dhënë asnjë Tomahawk Ukrainës. Ka një përplasje midis sekretarit Pentagonit dhe sekretarit Armit të ushtrisë, i cili është njeriu që di vends. Por Trump, nëse e shkarkon tani, do të pranonte që nuk funksionojnë siç duhet, por mund t'i afrojë një kandidim për guvernator diku, dhe aty mund vendosen njerëz të kalibrit të lartë, si Pompeo, si Mattis. Sepse Trump, nëse humbet Kongresin, nëse humbet dhe Senatin, do të fillojnë impeachment, shkarkimet, hetimet, dhe ai nuk do të lejë trashëgimni presidenciale, të lejë gjurmë. Ku na le kjo ne? Natyrisht që bie vëmendja ndaj Ballkanit, por paniku i madh tek mullau i Surreni duket ka filluar të bëjë takime me popull si dikur në Izalia. Pa kuptim. Sotri ti je kryeministër, nuk je kryetar partie. Ti je përgjegjës për gjithë shqiptarët. Këtu, por dhe ne që jetojmë kudo në botë. Sillu të paktën si shqiptar për gjithë shqiptarët. Fundi yt dyjet e zhytur në korrupsion.
pastrim me miliarda dollar dhe agjencitë amerikane të dinë. Kur do godasin, nuk mund ta them, por ti e di. Ta ka thënë dhe bashkëshortja se si u sollën ndaj saj agjencitë amerikane kur zbriti në New York. Fundi mund të jetë i tmerrshëm ose një tmerr pafund. Unë ndjej kudo në Shqipëri që gjithë kur do hiki ky zotëri, kur vjen ky çast, kur ti thon kur do hikësh, është mirë të ikësh vetë. Exit the way. Ndryshe